Përshëndetje shikues dhe lexues të Telegrafit, mirë se po takohemi në serinë e re të podcastave që në fokus kanë gratë, ato që janë zëri i ndryshimeve në shoqërinë kosovare. Kam kënaqësinë që këtë seri të podcastit ta filloj me një grua të zonjën në fushën e teknologjisë informative, zonjën Vjolca Çavolli, e cila është drejtoresh ekzekutive e STEK. Zonja Çavolli, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit Jehon për ftesën, është kënaqësi të jem gjithmonë këtu pranë Telegrafit, sepse mendoj që është një medium shumë i besueshëm në Kosovë dhe kam nderin të jem këtu pranë jush sot. Kënaqësia është e jona. E thash që je një grua që ke sjellë ndryshime sa i përket sektorit të teknologjisë e informacionit në Kosovë. Për krejt ata që ndoshta nuk e din sakt kush është zonja Çavolli, a mundesh më na tregu pak, a ka qenë teknologjia në plan si sektor ku ti do të fokusohesh apo të ka sjell rruga? Teknologjia ka qenë gjithmonë një ëndërrimje, po e shihni prej moshës, jam pak një moshë pak më e shtyrë. Ëndra ka fillu në vitin 1978, kur në Kosovë për herë të parë ka qenë një drejtim për teknologji të informacionit. Dhe unë në atë kohë, si vajzë e re, si gjimnaziste, kam pas dëshirë ose ëndër të jem programerja parë femën në Kosovë. Dhe kam shku në atë shkollë, kam kryu atë shkollë. Jam pranu në një universitet të Zagrebit, që ka qenë i vetmi në atë kohë, që ka pas drejtim të shkenca kompjuterike. Fatkeqësisht ka ndodhur demonstratat e të Altenishit në Kosovë dhe unë kam bet pa shku atje. Për rrethana të ndryshme sigurie e tjera. Dhe në një farë forme ëndra është këput. Gjyst. Kam vazhdu. Kam kry universitetin, kam vazhdu në drejtime tjera, kryesisht me ekonomia më marë. Kam punu në për organizata humanitare gjatë luftës, pastaj në një organizatë zhvillimore në Kosovë. Dhe në fund e kam pa një konkurs në gazetë që një shoqate posa formuar e IT-s, po kërkon një drejtoresh ekzekutive. Të njëjtën ditë kam dhënë ndërheqje në kompaninë ku kam punu, në organizatën që kam punu, dhe kam apliku. Dhe mendoja vetë me vete, shih si vjen jeta. Nëse nuk e pas mundësi me qenë programerja par femën në Kosovë, së paku t'jesh ajo e cila jo mundëson tjerave të jenë programere. Prandaj e kam pas si mision jetësor që ti trasoj rrugën të tjerve dhe të tjerave, posaçërisht pas meje, që ta kenë shumë më të lehtë këtë rrugtim. E përmendë, domethënë dëshira kur ka nisë ëndra që është shkut në gjys, po a ka pas ndonjë moment që ka qenë realisht i vështirë gjatë tërë kësaj periudhe kur ti ke arrit të paktën të jesh në krye të sektorit që e ke pas ëndër gjithmonë? Për mua si femën, po mendoni. Si grua është gjithmonë pakës më e vështirë. Në një ambient pakës më patriarkal, të themi, posaçërisht në Kosovë. Dhe kjo nuk vrehet shumë në për qytete, por sa po t'i largosh kryq qytetit e vren këtë ndryshim, sepse kjo është pjesë e kulturës tonë, mentalitetit tonë, i cili fatmirësisht po ndryshohet. Ka qenë e vështirë, sepse si grua ndonjëherë duhet të bësh një punë dy fish më tepër për të qenë e vlerësuar dhe të marrësh merita për këtë punë. Megjithatë shtyrja ka qenë e madhe, ajo vizioni, misioni ka qenë aq i madh, dëshira ka qenë edhe më e madhe, dhe unë mendoj që me një vullnet edhe me një kokëforsi ndonjëherë të jesh dikun në mesin e gjithë burrave në atë kohë, që kanë qenë të gjithë burra, dhe të jesh e vetmja femën dhe të dëgjohet zani, ka qenë diçka e mrekullueshme. A ke pas vështirësi me dëpërtu, domethënë për përmend që ke qenë mesin e shumë burrave. Krejt burra. Çish kanë qenë ato përshtypje të para, ndoshta prej të afërmëve, prej shoqënisë, prej miqve? Prej miqve dhe të afërmëve nuk kam pas ndonjë kështu me thonë as pengesë, për shkak se ata më kanë ditë çfarë jam si person, pak ma këmbgulse për të mbrit qëllimet e mia. Por në anën tjetër, sektori më ka pranu shumë duar hapur. Domethënë i gjithë sektori IT-s më ka pranu shumë duar hapur, që ka qenë kështu befasi për mua shumë e mirë. Dhe për ta ka qenë shumë e rëndësishme që unë jam bashkë grua dhe që do ta përfaqësoj një Kosovë kaq të vogël diku në evente, në ngjarje të ndryshme rrjedhësuese në përbotë, dhe të jem grua në krye të një sektori
që ka qenë komplet mashkullor. Po. E përmendëm që sot je në krye të qendrës së IT-s, për krejt ata që ndoshta nuk e dinë dhe nuk kanë shumë informacione, çka është Stiku? Stiku është shoqat e kompanive të IT-s. Dhe të thotë shërben në një farë forme si odë ekonomike për qenë ma e qartë për të dëgjuesit dhe shikuesit, një odë ekonomike për kompanitë e IT-s në Kosovë. Dhe merret me avokim lobim, do të thotë ndihmojmë apo ndikojmë në ndryshimin e ligjeve për me ofru kushte më të mira kompanive për me bo biznes në të ardhmen, po të njëjtën kohë ofrojmë edhe mundësi bashkëpunimi, rjetësimi, organizojmë takime të ndryshme B2B me kompani tjera në përbot, në shtete të ndryshme. Edhe përveç asoj organizojmë edhe një konferencë të madhe që është KOS ICT, që shumica e dëgjuesve edhe e dinë. Ajo bëhet një herë në vit dhe mbledh në vete dikun mbi 3000 pjesëmarrës të fushave kryesisht IT-s, por të sektoreve të ndryshme, të sektorit publik, sektorit privat, donatorët e tjera. Dhe në këtë konferencë vinë edhe më tepër se 50 forca ndërkombëtar që përfaqësojnë biznese të mëdha në përbot dhe të cilët pastaj na i shfrytëzojmë si ambasador të Kosovës. Për shkak se kemi një imazh shumë të keq, shumë negativ në përbot, dhe ne me çdo forcë dhe me çdo formë duhet ta ndërtojmë këtë imazh pozitiv mbi Kosovën dhe kjo është një prej mënyrat tona modeste për me ndru imazhin. Prej kohës kur është themeluar Stiku, nëse nuk gabohesh, në vitin 2008. Po. E deri më sot, sa keni arrit me ndryshu këtë imazhin që po thua të keq në arenën ndërkombëtare sa i përket zhvillimit ekonomik të vendit? Unë vetë nuk kam bë asgjë, do të thotë askush në këtë botë nuk mund të bëj asgjë vetëm, do të thotë janë ekipe të tëra, janë njerëz me vizion të caktuar që punojnë në këtë aspekt. Dhe i gjithë sektori ka qenë më së interesuar që me ndryshu këtë imazh dhe mendoj që rezultatet e sotme që i kemi në Kosovë, ku sektori ICT-s është një prej sektoreve më të progresive dhe e cila është edhe prioritet i qeverisë, por në anën tjetër e cili sektor ka tregu rezultate shumë të mëdha, është i vetmi gati që ka bilans pozitiv tregtar, do të thotë ne eksportojmë 5 herë më shumë se që importojmë në këtë sektor dhe ndrejshim e balansojmë disi atë deficitin tregtar që i kemi me vende tjera, mendoj që rezultatet flasin vetë. Ky është bë një profesioni i programerit, profesioni i cili do fushe që ka të bëj me ICT, është bë një profesion shumë i dëshirueshëm prej rinis dhe kjo ka të bëj kryesisht me promovimin që i kemi bë unë dhe jo vetëm unë, por edhe me mira tjerë që kanë kontribuar në këtë aspekt. Krahasuar me vendet e rajonet, e përmendet që eksportojmë më shumë se sa importojmë, ku gjendet Kosova edhe te se pjesë e këtij sektori, a mendon që vërtet IT-ja është motori ekonomik në vend? Unë jam e bindur që IT-ja është motori ekonomik i këtij vendi, duke marrë parasysh edhe pozitën gjeografike, edhe madhësinë e vendit, edhe kulturën, edhe rinin që e kemi në mas të madhe momentalisht, që duhet me shfrytzu maksimalisht për shkak se nuk do të jemi të tillë pas 10 viteve, nuk do të kemi më këtë numër kaq të madh të rinis. Mendoj që është i vetmi sens që ne mund me eksportu edhe që është mendja dhe që është dituria që mund të bëjmë këte ditë sotit, sepse për mu marrë me një bujqësi, nuk besoj që është prioritet edhe që do të kishte bën ndonjë ndryshim të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës. I vetmi zhvillim, ashtu si që shoh unë, do të ishte zhvillimi i rinis në këtë aspekt, në aspektin e teknologjisë, informacionit dhe të komunikimit. E përmendëm, por i kthejna edhe një herë te koha e studimeve, përmendet qysh ke qenë se vetmja grua që ke apliku, tash në këto 10 vitet e fundit e kemi vrejt qysh sektori i IT-s po dëshirohet edhe sa ma shumë edhe prej grave edhe prej vajzave të reja. Qysh e keni pa këtë periudhë tranzicionit ta quajmë, sepse më herët është pasi IT-ja si sektori i meshkujve? Komplet mashkullor është perceptu si tillë. Megjithatë në sektorin e ICT-s ka me qinda profesione cilat mund t'i bëjnë gratë, vajzat e reja dhe nuk ka asnjë gjë që nuk mund ta bëjnë atë në këtë sektor. Qoftë edhe lidhja e kabllove. Qoftë edhe lidhja e kabllove. Prandaj
po e shohim gjatë kohës e kemi pa dhe e kemi vrejt, e kemi mat realisht edhe pjesëmarrjen e gruas në këtë sektor dhe e kemi pasën edhe me statistikat qendrore, qeveritare dhe të Ministrisë së Arsimit, e numri i vajzave që studiojnë IT-n është më i madh se sa numri i djemve. Dhe kjo është mri fal promovimit të shumë faktorëve, të shumë institucioneve që e bajnë një gjatë tillë në përditshmëri, edhe është pasi sektor shumë i dashur edhe i duhur për të gjitha gratë në Kosovë që e kanë këtë ambicje. Fatmirësisht ka ndryshuar. Të gjitha do të shkojnë me studiu ICT-n, por së paku ato të cilat kanë një talent, edhe me këte po e them edhe një gjë që më pyete si qëndroj me rajonin, ajo që ka na dallon prej rajonit, në aspektin pozitiv, është që ne kemi një rini shumë kreative dhe unë mendoj që kreativiteti është një gjë i lindun. E vërtet. Nuk mësohet, mundet mu perfekcionu, por nuk mësohet si e tillë, është një dhunti, cilën populli ynë e ka dhe ne duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht. Në aspektin negativ, ku qëndrojmë larg rajonit, është involvimi i qeverisë në zhvillimin e këtij sektori. Mund të them me plot gojën se ky sektor deri më sot është zhvillu vetvetiu. Vetë kompanit kanë qenë ato të cilat kanë zhvillu edhe fuqi punëtore, kanë qelë edhe akademit ndryshme në kuadër të bizneseve për me ndërtu një fuqi të shkath punëtore për vetveten, i kanë hapë rrugë vetvetes, kanë fitu kontratat të ndryshme të mëdha, kanë pru investitor të ndryshëm Kosovë e tjera, dhe në këtë rast dua ta theksoj se një angazhim më i madh e qeverisë dhe një ndërhyrje e qeverisë do të ishte tamam një ndryshim, do të binte një ndryshim shumë të madh në këtë sektor. Do të zhvilloheshim edhe shumë më tepër dhe do të bëheshim edhe konkurrues edhe më të mëdhej në aspekte tjera profesionale sektorit IT-s me rajonin. Ai vendimi që do ta ndryshonte domethënë këtë çështje, edhe pse mendon që qeveria deri tash nuk e ka pa këtë sektor themi ashtu shumë të rëndësishëm për vendin. E ka lënë në një anë. Qeveria adim pse e ka lënë, e ka pa që po zhvillohet vetë. Dhe në momentin s'ka nevojë për ndihmë. Ka pas shumë gjëra të tjera për t'i bërë. Në të njëjtën kohë ka shumë vatra të krizave që ndodhen në gjatë qeverisjes, edhe gjithmonë i jepet prioritet diçka e tjetër e jo asaj që edhe vetë funksionon. Megjithatë, ne po mbesim mbrapa krahasu me rajonin, nuk ka një dorë e zgjatur, nuk ekziston një dorë e zgjatur e qeverisë e cila kishte mendu me ndihmu në ngritjen dhe zhvillimin e këtij sektori, dhe me këtë po flas edhe për investime të ndryshme, për me zhvillu edhe startupet, edhe me ndihmu atyre me kriju incentiva të ndryshme, lehtësira të ndryshme, tatimore, doganore, e tjera, cilat kishin me zhvillu më tepër këtë sektor. Nuk është vetëm një hap. Aty vyn shumë hapa, duke e nisë prej edukimit. Do të thotë ne kemi pas kërkesë si shoqat qysh në vitin 2010, kur kemi kërku që kodimi me qenë pjesë e kurikulave të klasës parë shkollës fillore, dhe me këte mos t'i frigoj edhe qytetarë që ndëgjojnë këtë emision, nuk kemi mendu mbi botë gjithë programera. Kodimi është mënyrë të menduarit, është një matematikë logjike, që jam mëson fëmijëve me anë të lojnave, jam mëson kodimin, ja zhvillon trunin ndryshe. Dhe me këtë rast ata bëhen, disa pyetjeve bëhen, inxhinierat IT-s, por disa të tjerët mund të bëhen edhe jurista më të mirë, ekonomista më të mirë, arkitekta edhe mjek më të mirë. Prapë se prapë IT janë këtë sektor të vynë, kështu që nuk do më thonë që duhet patjetër. Është bërë një me thonë mjet i rëndësishëm në zhvillimin e çdo sektori, prandaj secili prej neve po e shfrytëzon. Me këtë rast më lejoni të them, e kemi edhe një iniciativë që vjen nga Dukati i Madh i Luksemburgut, me të cilën po mundohemi me shti edukimin dual. Sistemin dual të edukimit në përshkollat mesme, i cili mendoj që ka me pru risi në treg, dhe atë jemi të bashkërendu aktivitetet me Ministrinë e Arsimit për me i zhvillu 3 programe, cilat kishin me qenë më të mirat për nxënësit e shkollat mesme me kry sistemin dual. Kjo do të thotë që i kanë disa ditë që i bajnë në shkollë, ditë të tjera apo gjysmë dite e bajnë në kompani, dhe të njëjtën kohë këta fëmijë tonë marrin edhe shkallësi, por edhe dituri.
cilat janë të domosdoshme për më zhvillu më tutje. Dhe ky është i vetmi sektor i cili në fund të fundit kur të aplikon, nuk të pyet fare çfarë diplome ke, të pyet vetëm për shkatësitë që i ke, të teston, dhe nëse je i mirë, as pak s'ke nevojë me shku me bo PhD, edukimi është shumë i mirë, kemi nevojë shumë, edhe për master, edhe për PhD në këtë sektor, por jo të gjithë duhen me qenë. Do të thonë, aty le të shkojnë ata. Jo, më domos nevojitet një diplom që... Jo, domosdoshmërisht, ata që janë të shkencës, ata gjithsesi duhet të shkojnë, por ata që nuk janë, më shumë janë për punë praktike, ata e kanë mundësinë që të punësohen letë, pa pas nevojë edhe me pas diploma të master apo të PhD. Dhe ky sistemi dual mendoj që është njëra prej zgjedhjeve që ne po i ofrojmë komunitetit të trive, dhe sistemi verifikueshëm që ekziston edhe në për botë, edhe më shumti në shtetet gjermanofor se ekziston si e tillë, që 2 dekada dhe ne po ja nisim. Ta shohim si do të bëhet. Po ndalna te përfshirja e grave në këtë sektor, siç e ceka, kjo seri e podcastave do të ketë në fokus gratë edhe zërin e tyre edhe ndryshimet që kanë sjellë në shoqëri. Sa është e vështirë për ty personalisht, por edhe në përgjithësi, sa mendon që është e vështirë për gratë me qenë në krye të një institucioni siç është STIKO në këtë rast? Me qenë në krye të institucioni si STIKO nuk është shumë e vështirë, aplikon në konkurse dhe bësh në krye të institucionit. Me qenë në krye të një kompanie është një qasje komplet tjetër, do të thotë vjen një përvojë pune, duhet jesh në kuadër të kompanisë, mi tregu edhe shkatësitë që i ke, edhe njohuritë që i ke, dhe më pastaj bësh edhe pronare, edhe bashkëpronare, edhe hap një biznes, mundesh me hap një startup, me pas një ide kreative, dhe nuk ta pamundson askush këtë. Është i vetmi sektori i cili ka prioritet, ose me thonë diskriminim pozitiv ndaj grave, sepse është sektori i cili punon edhe online. Prandaj është shumë i dëshirueshëm nga ana e grave, sepse mund të punojnë nga shtëpia edhe kur janë në pushim të leonis. Nuk mbesin mrapa me zhvillimet e teknologjisë, sepse zhvillimet janë marramendse dhe është e vështirë pastaj mu kthy prap. Edhe aty ku ke mbet edhe më janë nis prap me mësu, duhesh me qenë në hap gjithmonë me zhvillimet e teknologjisë për me ecë përpara. Në krahasim me rajonin, por edhe me Evropën, pjesëmarrja e grave është në këtë sektor është mbi 35%, që është pjesëmarrje shumë më e madhe se mesatarja e Evropës edhe rajonit po se po. Dhe ne krenohemi shumë me këtë. Dhe kjo ka tregu që pronarët e kompanive kanë qenë shumë të hapur për me i pranu në punë. Gratë bile i preferojnë. Jo thash, kanë diskriminim pozitiv ndaj kësaj, kanë bile shumë më tepër dëshirë të kenë një punëtore femën. Pse e bëjnë këte? Sepse gratë janë më lojale, edhe nuk i ndrojnë vendet e punës do si do. Edhe si ndrojnë qëndrimet, sa i përket vendimeve. Nuk i ndrojnë qëndrimet, por pronarëve të kompanive i pengon më shumë ti që punëtorët dalin prej kompanisë në kompani për 100 euro më shumë, për një stimulim të vogël, ndërsa gratë nuk e bëjnë këtë, si natyrë janë më tepër të përkushtuara, apo më tepër i intereson a ndin vetën mirë. A është rahat në atë vend punës, askush nuk e haras, nuk e nguc, nuk e pengon, edhe ndin vetën rahat në atë vend pune me kolektiv që e respekton, dhe ajo ka me mbet aty. Nëse është situata e këtill, nuk e ndron vendin e punës me shku në një ambient komplet të ri, ku do duhej më mësu pastaj edhe me luftu, sepse megjithëse ne po mundohem me zbut këtë pabarazin gjinore, prap kur shkon në një vend të ri të shikoj me një sy ndryshe, pse e femën, pse e grua, dhe kjo i mundson që me mbet aty më gjatë, se zakonisht më gjatë se burrat. Në një vend pune. Po, e përmendë Zonja Çavollin në fillim kur ke filluar punën në STIK, ke qenë vetmja grua në mesin dhe shumë burrave. Të ka ndodhur ndonjëherë që ke ndje veten që je të punu ndoshta 3 fishin më shumë se sa burrat, vetëm që me tregu që je zonja edhe që
nuk ndalesh. Jo, realisht. Jo, ju tregova, ka qenë sektori shumë bashkëpunuese dhe shumë ballhapër, i kam pritë edhe sugjerimet e mia, por edhe më kanë ndihmu gjatë tan rrugtimit. Kanë qenë kështu krahu djath, krahu majt i imi për çdo vendim, për çdo sugjerim, për çdo punë që e kam bë. Sigurisht keni me pas të deklarime të ndryshme prej grave që do t'i merrni në podcasta tjerë, sepse sektoret për sektoreve ndryshojnë. Po. Sektori i IT-s është sektor pakës më ndryshe se sektoret tjerë dhe mendoj që janë njerëzit pakës më të ngritur në një aspekt dhe që edhe përqafojnë këtë barazi gjinore. Bile krenohen kur sa herë që ti takoj nëse ka ndryshu raportin mes grave dhe burrave, me njerë më thonë me tregu diçka të re, 51% kemi gra në kompani. Kështu që është diçka që ata krenohen me te. Shumë e mirë. Qa duhet me ndryshu në mentalitetin e shoqërisë tonë që gratë t'jenë më të përfshira, jo vetëm këtë sektor, po në përgjithësi? Mendoj që mentaliteti, do më thonë, une nuk isha ndru gratë, burat duhet me ndru, se gratë janë ato që janë. Nuk duhet më ndru ato, jep hapsiren dhe ajo e krym punën. Kanë me të kritiku burrat për këtë. Nuk ka dert, unë mendoj që burrat duhen me qenë ata që ja japin hapsiren një gruas, për me qenë kreative dhe me qenë e zoja dhe me kry punën e saj, si duhet. Po. A je optimiste për 5 vitet e ardhshme, ku eshe sektorin e IT-s në Kosovë, edhe çfarë ndryshimesh? Unë jam gjithmonë optimiste. Vrehesh nga... Gjithë më njohin si njëri optimist. Optimizmi ose vizioni është ai që më ban përpara, që më shtyn përpara, dhe unë jam optimiste që sektori ICT-s ka me lëzu shumë e ma shumë në Kosovë. Sigurisht, këtu duhet ndërmarr shumë hapa të tjerë, duhet edhe përdorimi inteligjencës artificiale me qenë pjesë për ditëshmërisë, duhet më përdor AI për me zhvillu produkte të ndryshme, duhet me pas një qendër të ekselencës për AI, duhet me punu shumë në edukim, në shkatësim, në trajnim, ritrajnim të krejt sektoreve. Po. Digitalizimi sektoreve është i domosdoshëm dhe kjo vetë zhvillimi teknologjisë ka me tregu që ky sektor duhet vetëm me ecë përpara. Kur jemi të përdorimi e AI-t, kohëve të fundit e kemi pa që ka shumë kritika ndaj aty në personave që e përdorin e AI, qoftë për çështje pune, qoftë për me arritë ndoshta një fokus të tyre. Pse shihet, domethënë Kosovë për dallim pi vendeve tjera, AI doket që si një lloj, ta themi ashtu, analfabetizmi për shoqërinë, dhe me që ti jetu i kry punë krejt përmes një roboti, nuk je i shkath, nuk ki njohuri për një çështje caktume, ndoshta edhe pse ti ndoshta vetëm e kërkon një mendim. Pse është kjo lloj mendimi në Kosovë? Cili kish qenë mesazhet për krejt ata që përdorin AI sot? Unë mendoj që AI-n duhet të përdorin gjithë. Sa mirë din me përdor AI-n, ajo është krejt çështje tjetër. Po. Do të profesioni i të ardhmës do të ishte një prompt inxhinieri, thonë, do të thotë inxhinieri i cili ka me ditë me pyet AI-n çka po don. Sepse ti nëse nuk din tamam me pyet dhe nuk e ushqen AI-n me shënime të ndryshme, me dokumente të ndryshme, nuk ka me dalë rezultate ashtu si don ti. Ata që e kritikojnë kryesisht janë njerëzit cilët nuk e përdorin vetë dhe nuk din pastaj me dallu. Po. Çka është të shkruar dhe çka jo me AI. Unë mendoj që duhet më përdor gjithësisht edhe në përshkolla, për kjo do të thotë që profesorat duhen me pas trajnim të veçantë të AI, që ata fëmijët mos të mësojnë, po, të përdorin vetëm fragmentet. Se si duhet të përdoret dhe si duhet të mirët ajo më e mira prej AI-t. Prej fëmijëve tanë duhesh me prit vetëm një mendim kritik, një mendim logjik të krejt asaj çka është e shkruar. Mos me i marr si ti mirë qena, sepse nuk janë të gjitha të sakta. Bile, shumica nuk janë të sakta, por duhet me zhvillu një mendim kritik edhe fëmiu, edhe studenti, por edhe profesori, për me mujt me shfrytzu sa ma mirë që është e mundën, sepse është një mjet i cili nuk ka mu shu, veç ka mu vazhdu edhe me evolu edhe mu
mu zhvillu edhe më tutje e na vjen një mendim kritik për me i dalë për balë kësaj. A rrezikohen punëtorët e IT-s nga AI këtë rast? Nuk rrezikohen punëtorët e IT-t, por nuk rrezikohet asnjë punëtor tjetër, edhe në sektore tjera nuk rrezikohen. Aty më vjen një shkatësim, edukim. Do thotë kanë mundru pozitat e punës, kanë me qenë të lidhura me te, por kjo nuk do të thotë që kime dalë për punës, kjo do të thotë që ke mu detyru me mësu diçka tre. Dhe unë mendoj që nuk duhet mu frigu për kësaj, kjo është sikur në vitet kur ka dalë interneti, kur i me frigu me shkrujt Google-it diçka, në Google diçka, apo të shkoj edhe ma mrapa, kur njerës kanë përdor abakusa edhe s'kan dasht me përdor digitroni se nuk i kanë besu që ka me i bo veprimet matematikore ashtu si duhet. Ne nuk duhet mu frigu pri çdo gjëje që është e re, ne duhet me testu vazhdimisht dhe duhet me pas një mendim kritik. Me zhvillim teknologjisë kanë me ardhe dhe rreziqe të ndryshme dhe si shoqëri do duhemi të ballafaqohemi edhe me këtë. Është rrezikshme. Definitivisht, edhe për gjeneratat e reja, kanë me qenë pakës ma ndryshe, edhe po i shojmë edhe gjeneratën Z, që është pakës ma ndryshe në botkuptimet e tyre, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet me përqafu teknologjinë. Teknologjinë duhet me mësu, me përdor dhe me të marrë ma të mirën prej saj. Zonja Çavulli, për fond, cili do të ishte mesazhi yt për një vajzë që ndoshta aktualisht është në dilema se aty në sektorin e IT-s apo jo? Mesazhi im është nëse ka veç pak afinitet, në çka do qoftë, nuk do me thonë që do t'jetë programere, por mundet me qenë dizajnere, ka një kreativitet të veçantë, ka një dhunti në këtë sektor, gjithsesi duhet t'jetë pjesë e saj, sepse është pjesë e zhvillimeve. Faleminderit, falenderoj shumë për kohën dhe për krejt këto mesazhe shumë të fuqishme për gratë edhe për krejt shoqërinë. Faleminderit edhe juve. Shikues të dashur, miru pafshim në podcastin e radhës. Për ide dhe tema që doni të zhvillojmë, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë info@telegrafi.com.